ishim vetëm me një copës nga gjysmëjeta e Marie Curie. Sa për të shijuar, sa për t'ju dhënë idenë e asaj që mund të gjeni në teatrin e Metropolit, me çeljen e sezonit të ri teatror dhe me rikthimin sërish në skenë të kësaj shfaqjeje të mrekullueshme të regjizores Armela Demaj, të cilën e kam sonte në studio. Mirëmbrëma Armela dhe të falenderoj. Jo vetëm në rolin e regjizores, por edhe të aktores në këtë shfaqje ku ke risjell në skenë të mrekullueshme Ylka Mujo. Atëherë, është një shfaqje që ty të sjell në këtë pozicion të dyfisht. Po, është e vërtet, është sfidë shumë e madhe në fakt. Të jesh regjizor dhe të jesh aktor njëkohësisht është sfidë shumë e madhe sepse në pozicionin e aktorit ti nuk arrin ta shohësh veten se si lëviz, se çfarë thua, se si i thua ato që thua etj etj. Kështu që ka qenë një sfidë shumë e madhe, por unë kam pasur bekimin dhe mbështetjen edhe të Marieta Ljarjes, që ka qenë asistent regjizore dhe ka qenë syri im. Me dy zonja, me dy ikona të skenës, të ekranit, të filmit. Kam qenë e përkëdhelur, le të themi, po. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, vazhdon të jetë, sepse vazhdon të jepet në teatr. Përveç ngjarja që tregon historinë e vërtet, një copës nga historia e vërtet e jetës së Marie Curie, të cilën jo shumë kush e njeh, sepse bëhet fjalë për një copës të jetës së saj personale që nuk ka qenë shumë e përfolur, por ka qenë e përfolur në periudhën kur ka ndodhur. Kështu që kjo është një nga ato vepra që ne na jep mundësinë që t'i shohim këto personazhet jashtëzakonshme edhe në nivel njerëzor, që janë njësoj si të gjithë ne, që vuajnë nga të njëjtat gjëra, që duan të njëjtat gjëra. Çfarë të çoi ty tek Ylka Mujo? Përse e personifikonte ajo këtë personazh kaq emblematik të shkencës botërore? Ylka Mujo në rastin konkret interpreton rolin e një nga shkencëtareve të tjera shumë të mëdha që është Herta Arton, është një inxhiniere elektricitetit në fillim të shekullit të 21. Dhe temperamenti Hertës është shumë vital. Është vital, është luftarake, ka shumë humor, është nga ato gra të forta të cilat nuk ngurojnë të zgjasin dorën dhe të ngrënë njeriu që ndodhet pranë tyre dhe që ka nevojë për të ngritur. Dhe Ylka e përmbush më së miri përveç talentit të saj të jashtëzakonshëm dhe karrierës shumë të gjatë që ka në skenë dhe që vazhdon dhe është fat për të gjithë ne që vazhdojmë ta shohim. Përveç asaj dhe në aspektin njerëzor e ka këtë forcë dhe menjëherë sapo e lexova veprën mendova që ky temperament që është përkthyer nga Jonida Beqo. Po, ky temperament personazhit do t'i shkonte shumë Ylkës dhe do krijojë një sinergji shumë e bukur midis aktorit dhe personazhit që do të interpretonte. Tani, përtej figurave të shkencëtarëve, çfarë ka nga pikpamja njerëzore? Marie Curie, kjo grua që personifikon grua në shkencë. Ka shumë nga pikpamja njerëzore, sepse bëhet fjalë për një shkencëtare shumë të madhe me 2 çmime Nobel, që ka jetuar në një kohë... Që është gjë e rrallë, edhe në kimi dhe në fizik. Shumë e rrallë, që ka jetuar në një kohë ku sidomos shkenca, bota e gjithë, po sidomos shkenca ishte e predominuar nga bota mashkullore. Kështu që... Po mirë, e punonte me të shoqin, dhe me thënë, i kishin bashkë arritjet. Dhe fati i saj ka qenë që përveç mendjes së jashtëzakonshme, fati i saj edhe mençuria e saj ka qenë edhe partneri që ka pasur në krah, sepse ka qenë vërtet një burr i cili në vend që le të themi ta sfumonte meritën e gruas që kishte në krah, siç ka ndodhur shumë herë në historinë e njerëzimit. Në rastin konkret ai madje refuzoi pranimin e çmimit Nobel të parit, nëse nuk do ta merrte edhe gruaja e tij, sepse ishte njësoj kontribuese në këto zbulime. Këtu shohim një Marie e cila është njeri, e cila e ka humbur të shoqin, përpolitet për të mbijetuar në luftë të vazhdueshme, dhe në këtë humbje të madhe që ka pasur, ajo dashurohet me një person tjetër. Kjo është një copës nga jeta e saj. Dhe Franca asaj kohe nuk e priti as pak mirë, përkundrazi.
u bë një skandal, dashuria ishte herezi gjithmonë. U shndrua në një skandal të jashtëzakonshëm. Në shoqërinë puritane të kohës. Të Francës, për ironi të fatit. Për ironi të fatit. Të Francës së kurtizaneve. Eksakt. Dhe madje skandali ishte aq i madh dhe imazhi i Maris u shkërmoj aq shumë sa që në çmimin e dytë Nobel asaj kërkuan të mos shkonte ta tërhiqte. Pra në një ceremoni ku ceremonia mbante emrin e saj, sepse po bëhej për atë grua dhe për çmimin e saj, i kërkuan të mos shkonte ta tërhiqte sepse do prishte moralin e mbrëmjes. Ndjekim edhe një copës tjetër nga shfaqja, nga interpretimi mrekullueshëm i Yti dhe i Yll Kamujos. Armela, si e ke ndërtuar konceptin regjizorial të kësaj shfaqje që nuk është edhe aq e lehtë, përsa kohë bara e të gjithë lojës i bie vetëm dy aktoreve? Sfidat janë gjithmonë të bukura. Mua personalisht në aspektin regjizorial më pëlqen gjithmonë të eksploroj jetë të njerëzve të cilët kanë jetuar më përpara. Aty kurioziteti im ndizet edhe më shumë dhe nuk është vetëm kurioziteti, por është edhe respekti me të cilën këto figura duhet të ndërtohen. Kur unë kam bërë veprën e parë të bazuar në një histori të vërtet, që ka qenë Qielli i heshtur, ka qenë me 3 gra përpara 8 vitesh, ndoshta pak më shumë, ka qenë me 3 gra të para astronome në Universitetin e Harvardit. Sigurisht që në atë, në momentin që merr vepra të tilla të kësaj epoke, të cilat kanë një kornizë të caktuar dhe një filtr të caktuar me të cilën i sheh, ti nuk mund të eksplorosh shumë çuditëra regjizoriale, sepse duhet i qëndrosh konsekuent kohës dhe duhet të operosh me respektin maksimal për ato figura. Gjithmonë e kam konceptuar në qoftë se jeta ime pas 50 vitesh apo 100 apo 200 vitesh do vijej në skenë nga dikush. Unë do doja që qasja e atyre njerëzve të ishte si fillim me respekt ndaj meje. Edhe në rastin konkret, kjo vepër, përveç pjesës të marrit të 2 grave të jashtëzakonshme të cilat kanë një marrëdhënie shumë të afërt dhe ndihmuese ndaj njëra tjetrës, në qendër është marrëdhënia njerëzore, është solidariteti me njëra tjetrën, është se si sado ulët, sado poshtë të biesh, sado e vështirë të jetë jeta, e para është momentale, çdo gjë kalon. Është një batut në shfaqje që mua personalisht më pëlqen shumë, ku thuhet që bota i zvoglon kaq pa mëshirë gjërat që dikur dukeshin të përbindshme. Pra, çdo gjë kalon. Forca njerëzore që ne kemi me njëri tjetrin, mënyra se si ne mund t'i qasemi njëri tjetrin ndjeshmërisht, pa gjykuar, pa shtyr, pa ngacmuar, por përkundrazi, për ta ngritur njëri tjetrin dhe për t'i bërë njëri tjetrit atë që do donim të na bënin në një kohë të vështirë. Dhe kjo vepër është specifikisht për këtë, në memorjet e Marie Curie's është pikërisht ky moment, ku thuhet që Herta shkon e merr dhe shkojnë në Angli të dyja bashkë dhe kalojnë një verë. Dhe Maria thotë që në atë verë, ajo verë mua më shpëtoi jetën, sepse Maria ishte në pikën e saj më të ulët. Dhe kjo vepër nuk është thjesht për 2 gra të jashtëzakonshme, por është për 2 njerëz se sa pushtet kanë për jetët e njëra tjetrës dhe se si ne mund ta ngrëm njëri tjetrin dhe ta bëjmë këtë botë pak më të mirë. Megjithatë, tragjikisht pas disa vitesh Marie Curie do të ndahej nga jeta edhe si pasojë e rrezatimit të madh që kishte marrë nga eksperimentet që kryente në ato dhomat, në ato studiot e saj. Madje edhe varri i saj është izoluar për shumë kohë, sepse pavarësisht që ishte nën dhe, vazhdonte rrezatonte radioaktiviteti që mbarte. Shfaqja po jepet tek Metropoli dhe do të jetë sërish edhe këtë fundjavë. Të vjen keq që një shfaqje kaq e fuqishme, kaq potente, jepet për publiku në një sallë të vogël, intime, siç është ajo e Teatrit Metropolit? Jo, nuk më vjen, do me thënë, nga një anë të vjen keq, sepse limitohet aksesi i njerëzve të cilët e shohin, për shkak të vendeve të vogla, por nga ana tjetër jo, sepse intimiteti që krijohet në atë ambient të vogël është shumë i vërtet. Dhe spektatorët
e ndjejnë edhe përshpërimën e aktorëve që interpretojnë. Dhe kjo e bën edhe më të gjallë veprën dhe si pasoj kjo e bën edhe më të dashur në memorien e tyre afatgjatë. Ngelet në kujtes më e gjallë, më e vërtet, më si kur e shef nga Vrima e Chelsit, si kur ata janë dëshmitar real të asaj që ndodh aty. Armela, cila është marrëdhënia jote me teatrin? Ti, përveç se aktore, i ke krijuar vetes mundësin, po edhe luksin, do të thoja unë, edhe të qenit regjizore. Pra, edhe ti sjellësh vetë pjesët që ty të pëlqejnë, ti sjellësh në skenë, duke gati po them duke e punësuar veten. Një gjë që shumë aktorë të tjerë nuk e bëjnë dot ose nuk din ta bëjnë, se dhe ajo e regjizorit është mjeshtri më vete. Patjetër. Unë mendoj që fati, jeta, rrugtimi dhe Zoti më ka bekuar me të qenit regjizore, sepse kur ti je regjizor e shef çdo gjë në shumë këndvështrime, e shef në shumë plane. Dhe kur je aktor dhe regjizor, është ndihmë, sepse e ke një busull të brendshme e cila të drejton. Dhe shpeshherë aktorët jo shpeshherë, të gjithë aktorët kanë nevojë për regjizor, përfshi dhe unë kur jam aktore. Por, kur je edhe regjizore dhe aktor, ke një... Dhe e Marieta Ljarjas në rolin asistent regjizores në shfaqje. Po, një element shumë kyç që pa të nuk do ishte mundur që të realizohej kjo punë që u realizua, sepse ishte një shtyllë shumë e fortë ku unë mbështeta në një pikë të caktuar. Besoj që gati duhet ndihesh e bekuar që ke sjell në skenë këto dy emra të mëdhenj. Julka vazhdon të jetë shumë aktive, po Marieta Ljarja ndoshta më pak, edhe kam një lloj keqardhje edhe personale që shumë nga aktoret e vjetra ose aktoret emblematike, ikonë të teatrit, të kinematografisë, sot shfaqen shumë pak sepse nuk ka pjesë ose ka aq pak sa që aty interpretojnë, ndoshta mosha më të reja, nuk ka role për ta, edhe ndërkohë që Hollywoodi ka një qasje komplet tjetër. Lexoja para disa ditësh që në çmimet Oscar, ndryshe nga 30 apo 40 vite më parë, ku mosha mesatare e aktorëve fituese ishte 30-40 vjeç, sot kjo moshë ka shkuar deri në 60 vjeç. Dhe fitojnë shumë çmime edhe aktorët që dikur skarcoheshin për shkak të moshës. Ne ndjejmë këtë gjë, ndjejmë në përditshmëri në të gjitha shfaqjet që ne bëjmë, ne ndjejmë që... Pra po të kaloj mosha në Shqipëri dole në pension. Dhe nuk duhet të jetë kështu, dhe madje gjitha ato aktorë të jashtëzakonshëm që kanë qenë dhe kanë lëvruar dhe pastaj në një moment caktuar kanë filluar të frenojnë derisa e kanë nxjerrë veten nga rrethi i të bërit teatrit specifikisht. Mendoj që është një humbje, është humbje sepse është humbje si për brezin e ri i cili e ka të vështirë të çaj, ashtu është humbje edhe për brezin më të madh, sepse na lë të varfër, sepse ata dinë gjëra që ne nuk i dimë. Ata kanë një eksperiencë shumë të madhe mbi shpatulla, nga të cilët ne mund të mësojmë, sikurse ata mundet që të marrin atë rinin edhe aktivitetin ton, ndoshta më hiperaktiv ndonjëherë, por që mendoj që ndërthurja e breznive është shumë e vlerë dhe në teatrin shqiptar, fatkeqësisht, që nga ndryshimi i sistemeve, ajo që ka ndodhur është që pikërisht këto linja u ndërpren, këto linja që dikur ekzistonin. Dhe ne kemi pasur shumë të vështirë që të shkojmë në eksperiencën dhe pjekurinë profesionale që këta breza kanë, dhe nga ana tjetër ata në një pikë të caktuar janë ndjerë të lënë më njanë dhe secili prej tyre në një farë mënyrë është sfumuar dhe është strukur në qoshen e tij. Por është humbje për gjithë ne, është humbje në aspektin e cilësisë artistike, sepse teatri është jetë dhe jeta i ka të gjitha moshat dhe i nevojiten të gjitha moshat. Të vjen keq që shumë nga shfaqjet mbeten vetëm domeni publikut në Tiranë dhe nuk udhtojnë në qytetet e tjera. Është e vërtet, ne duhet që të bëjmë më shumë në lidhje me këtë gjë. Unë vetë jam një vajzë e cila vi nga Saranda, kur kam ardhur 18 vjeç, dhe unë kam pasur fatin që e kam njohur teatrin nëpërmjet festivalit të Butrintit që është bërë për një kohë shumë të gjatë në Butrint dhe unë kam parë aty shfaqje të jashtëzakonshme nga regjizor dhe trupa shumë të mira evropiane, por
derisa festivali Butrintit e ekzistonte, unë personalisht nuk kam parë asnjë shfaqje teatri, dhe si unë ka me qindra dhe me dhjetra në vite. Dhe normalisht që njerëzit duhet të kultivohen, spektatori duhet të kultivohet, artistët e së ardhmes duhet të kultivohen, dhe shfaqjet duhet televizin. E ka sot Saranda një sallë teatrore, jo? Ka një sallë të vjetër që duhet rinovuar, ka një trup të vogël, ka halle të mëdhaja, jo vetëm Saranda, teatri në përgjithësi në gjithë Shqipërinë. Si është, jam gjithmonë kurioze për këta ambientin teatror, ke sjell në skenë një shfaqje për një miqësi të fortë dhe të bukur të dy grave shkencëtare, ndërkohë si janë miqësitë e aktorëve me njëri tjetrin? Si që janë miqësitë në jetë, ka njerëz me të cilët, me të gjitha ngjyrat, ka njerëz me të cilët krijohet ai raporti i afërt dhe ai vazhdon dhe ekziston për dekada, ka njerëz me të cilët kalon shumë mirë në momentin që punon, pastaj jetët ndahen sepse është njësoj si në jetë. Diferenca është që në momentet e punës, duke qenë se ne kalojmë orë shumë të gjata me njëri tjetrin, 8 orë në ditë, ka rast edhe më shumë se 8 orë në ditë, kështu që aty krijohet një ambient shumë familjar, që dashur pa dashur thyen ato barierat e të qenit thjesht brenda kornizave. Ky ambienti familjar dikur zhvendosej tek Noeli, sot kanë krijuar artistët një Noel të ri? Tek Turbina, po, është një bar që është thuajse një Noeli i ri, po nuk besoj që atë sharmin që Noeli ka pasur, nuk besoj që do ripërsëritet kollaj edhe për disa vite. Teksa flisje për historinë e këtyre dy shkencëtarëve, më erdhi në mendje se mund të sugjeroja një ide, ndoshta për një shfaqje të re, kësaj here me disa shkencëtare shqiptare, dhe është një libër që unë sapo e kam përfunduar, sapo e kam lexuar nga një tjetër shkencëtare shqiptare, nga Mimoza Afizi, astrofizikane, e cila ka publikuar një roman shumë të bukur, shumë të thellë, me titullin Drita. Dhe aty ndërthuret jo vetëm shkenca, jo vetëm kjo drita, fotonet e saj, por edhe historitë njerëzore të 3 shkencëtarëve, se si ndërthuren aty, ndoshta të sugjeroj që ta lexosh. Shumë faleminderit. Edhe ndoshta mund ta sjellësh atë, natyrisht që do shumë punë për të bërë dramatizimi për të bërë pjesë teatrore. Histori frymëzuese të shkëputura nga jeta shqiptare. Sepse raporti mes pjesëve shqip dhe pjesëve të huaja është i zhdrejt në dramaturgjinë. Është e vërtet për shkak të vjen edhe për shkak të mungesës, le të themi, të rafinimit të penës tonë. Kjo ka ardhur për shkak të gjithë turbulencave që Shqipëria ka kaluar në qindra vite. Kështu që nuk mund të krahasohemi me penën e Anglisë, që Shakespeare është i vonët, sepse ka filluar shumë herë më herët. Apo qoftë edhe Greqia me autorët e antikitetit. Ne i kemi pasur, përveç se që i kemi pas të vonët edhe shkrimin e gjuhës shqipe, ashtu kemi pas të vonët edhe rafinimin e shkrimit dhe sidomos të shkrimit në skenë, sepse kemi pasur... Kemi shaluar gjithmonë tek skenari. Eksakt. Ne kemi një festival në Teatrin e Metropolit që si vjet është viti 10 që po ndodh, që është festivali veprës shqiptare, dhe aty ai festival më shumë se sa vlerat e jashtëzakonshme artistike ka për qëllim të nxjisë dramaturgjinë, të hulumtoj se çfarë ndodh me dramaturgjinë tonë dhe të gjej vepra të cilat kanë brumë për të ripërpunuar edhe për të zhvilluar. Është akoma një rrugë që ne do na duhet që të rritemi, edhe unë gëzoj gjithmonë kur dëgjoj që ka goca të reja apo çuna të rinj që duan të shkruajnë dhe që e kanë vokacion të shkruajnë për skenën sidomos, sepse kemi romane, kemi publicistik, kemi novela, kemi... Drama është shumë e vështirë, si gjini. Po, vepra teatrore janë të vështira. Marrëdhënia jote me filmin, me kinematografin? Është e vogël, nuk e kam lëvruar shumë. Unë nga marrë pjesë në një film të shkurtër përpara disa vitesh, i cili ka pasur një rrugtim shumë të bukur, në për Evropë dhe ka marrë çmime dhe jam shumë e lumtur për regjizoren që e ka bërë atë film, por unë vetë jam
mi teatri në një farë mënyre. Jeta ime në këto 20 vitet e fundit ka qenë më së shumti e dedikuar në teatr, brenda në teatr, dhe jam Në shpesher... 20 vitet të ardhshme, e sheh veten pas një kamere? Po, Sigurisht në rolin e një regjizore. në fakt, unë kam zgjedhur të jem regjizore duke pasur parasysh filmin. Nuk e njihja teatrin. Kur e njoha teatrin e dashurova dhe nuk mendova më për filmin, po spuntoja ime për të marrë me art ka qenë prej filmit. Por akoma nuk e kam ndoshta. Armila, flasim gjithmonë për ikonat e kinematografisë, të teatrit, edhe flasim me nostalgji, por edhe me keqardhje që nuk përsëriten më filmat e asaj kohe, pavarësisht duke hequr pjesën propagandistike të shumë filmave, ka dhe disa filma që në kujtesën tonë kolektive janë të mrekullueshëm edhe që meritojnë të gjithë respektin dhe mirënjohjen për ata që i kanë krijuar dhe i kanë luajtur. Tani, sot ky brezi i ri i aktorëve i afrohet në një çik për nga talenti, po jo thjesht i aktorëve dhe i regjizorëve dhe i njerëzve, sepse gjithmonë flasim me superioritet për atë brez, për atë kohë, dhe ndërkohë pastaj bëjmë dhe krahasimin edhe themi se ai brezi që ka kaluar nuk vinë më si ata breza, edhe ata të shkolluar në mos, në përto vendet e lindjes kryesisht, por që bën historinë e kinemas dhe teatrit. Si çdo gjë tjetër, mendoj që si çdo gjë tjetër është çështje dedikimi dhe kultivimi. Në atë kohë ishte një situatë, ata jetonin në simbioz, shtetit i nevojitej kultivimi dhe fokusit tek artistët, qofte teatri, qofte filmi, artistëve nga ana tjetër punonin dhe kishin mundësi që përveç pjesës propagandistike, kishin mundësi që të lëvronin dhe të njiheshin. Teatri është fiskulturë dhe kinemaja. Aktrimi është fiskulturë, është njësoj si ai që bën maraton. Ai nuk mundet që të ri në stol 20 vite dhe papritur të marri medaljen e arit, në qoftë se nuk është në mënyrë konsekuente duke punuar. Dhe kjo gjë ka ndodhur atëherë, dhe duke punuar me seriozitet dhe duke u kultivuar në këtë lloj forme, ne patëm mundësi që të rrisnim brezat që ritëm aso kohe. Që nga 90-ta e këtej nuk është kultivuar më me këtë lloj serioziteti, nuk po flas për shtetin, patjetër shteti ka bën punën e vet dhe por po flas edhe në botën që ne jetojmë në shoqërinë e konsumit, jetojmë në shoqërinë e gjërave të shpejta, videove të shkurtra, njerëz që bëhen të famshëm brenda ditës apo brenda sekondit, e tjera, dhe të arrish të kultivosh një shoqëri e cila të vi të ulet 3 orë në teatr, shfaqja në rastin konkret është 1 orë e 30 minuta, por përpara kësaj ne kishim Hamletin, që zgjaste thuajse 3 orë, nuk është kollaj që sot të kultivojmë në brezat e rinj të cilët janë rritur duke parë telefonin, të ulen 3 orë dhe të shohin filozofinë e Hamletit dhe të Shakespeare-it. Kështu që është një punë e gjatë e ngadalt, por duhet të jetë një punë e qëllimshme. Ne duhet të jemi të qëllimshëm në kultivimin qoftë artistëve, qoftë veprave dhe qoftë spektatorit. Armila, unë të falenderoj që ishe në studio, sa herë që unë sjell aktor, regjizor dhe flasim për veprat e tyre, e mbyll gjithmonë me thirrjen eja në teatr. Dhe konkretisht thirrja është në teatrin e Metropolit për këtë gjysmëjetën e Marie Curie-s, një histori miqësie, dashurie, por edhe besimi tek 2 gra, tek 2 shkencëtare, tek 2 shpirtra të bukur. Të falenderoj që ishe në studio, të uroj suksese tek shfaqjet e ardhshme. Ndërkohë që nderuar televizionistë, ne do të kemi pak minuta publicitet, ju mos u largoni sepse kolegu Andi Kurti ka përgatitur një material special që na flet për Iranin.